studente në vitin e 2 dega Inxhinieri Telekomi pranë Universitetit Politeknik të Tiranës. Kam kënaqësinë të jem përpara jush për të renditur disa nga problematikat me të cilat lidhet arsimi i lartë. Për te tarifave që vazhdimisht rritën me jetesën e shtrenjtë të kryeqytetit, më lejoni të shtoj një urgjencë për ndërtimin e një strategjie kombëtare për arsimin e lartë që duhet të jetë shumë funksionale, elastike, e menaxhueshme dhe komunikuese. Për ndërtimin e saj duhet të përfshihen të gjitha grupet e interesit dhe elita universitare. Rritja e progreseve të pavarësisë universitare. Kjo rritje do të çojë në furnizimin e universiteteve dhe në një konkurrencë pozitive midis tyre. Vlerësimi i universiteteve dhe parafrimi praktik nga procesi akreditimi. Ky proces duhet të jetë elastik dhe funksional, jo vetëm një proces formal. Fuqësimi i kërkimit shkencor në universitete dhe rritja e pavarësisë ekonomike të këtij procesi. Kërkimi shkencor nuk duhet të ndikohet nga ai politik. Rritja e njohurive shkencore dhe përdorimi i tyre njohurive me pozitivitet për të përmirësuar jetën e komunitetit duhet të jetë qëllimi final i kërkuesve shkencor. Për këto dhe të tjera, ju ftoj të votoni ndryshimin, votoni numri 1 të Partisë Demokratike. Ju ftoj të votoni kandidatin ton, zotin Genti Çela. Faleminderit. Tani dua t'jap fjalën avokatit zotit Endri Çela.